Koalicioni Fronti Evropian e cilësoi vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me metodologjinë e regjistrimit si një sukses të madh. Deputeti Skender Rexhepi në konferencën për shtyp të mbajtur në parlament theksoi se ky vendim i fundit për regjistrimin është veçanërisht i rëndësishëm për ata që përkohësisht jetojnë jashtë shtetit dhe siç theksoi ai, janë të përjashtuar nga çdo përfitim i shtetit. Jemi këtu për të paralem për të treguar një realitet që ndodhi ditëve të fundit, e kjo është realiteti i procesit të regjistrimit, në të cilën u bë një ndryshim historik, një sukses historik, për faktin që u hek përgjithmonë një diskriminim i rënd që ju bë qytetarëve, të cilët nga halli i tyre kanë qenë të detyruar të migrojnë përkohësisht jashtë vendit, qoftë për studime, qoftë për punë, dhe ata ishin të evidentuar si qytetar jo rezident, andaj gjykata kushtetuese sjell vendimin e cili është kryekput në favor të largimit të këtij kategorizimi apo diskriminimi, për faktin që një gjë e tillë nuk është as në bazë kushtetutës dhe as në bazë të ligjit për regjistrim. Larg modestisë, e them që nismën dhe iniciativën për kushtetueshmërinë e metodologjisë e cila është përdorur gjatë regjistrimit, nismën dhe iniciativën e kam bërë unë si deputet, por jo si deputet i vetëm, por si deputet i Frontit Evropian, dhe kjo është merit e gjithë Frontit Evropian, ata të cilët kanë të drejtë edhe ligjore, edhe morale, edhe demokratike, edhe njerëzore që të thirren në një ndryshim të mirëfill që njëherë përgjithmonë të ndalet ky diskriminim dhe kjo shkelje dhe përbuzje të drejtave të cilët u është bërë qytetarëve tanë të cilët jetojnë përkohësisht jashtë. Iniciativa ka qenë aq mirë e përpiluar saqë gjykata kushtetuese ka mjaftuar vetëm ta vënë në shkrimin e të dhe ta shndrojë në vendim. Vendimi ishte konform kompetencave të tyre në rregull juridik, por fatkeqësisht ishte i përgjysmuar sepse një pjesë e vendimit ishte edhe vendim politik. Që i bie që brenda vitit të kaluar, kjo qeveri monoetnike dhe kryekput antishqiptare dhe kryekput kundër interesave të bashkëjetesës në vend, ndëretnike, ka sjellur vendime të tëra me të cilën i ka ekskluduar apo u ka pamundsuar qytetarëve të cilët jetojnë jashtë vendit që t'jenë hisetar në investime dhe në buxhetin të ndarë për komuna. Andaj ne do kërkojmë përgjegjësi penale, jo vetëm ndaj atyre cilët kanë përgatitur metodologjinë, por edhe ndaj qeverisë aktuale, e cila i ka kriminalizuar mundësinë e të qenurit të barabartë në hisën e ndarjes së buxhetit komunal, dhe përveç përgjegjësisë penale që duhet prokuroria të merret për këtë qeveri, duhet të rikthehen edhe mjetet të cilët ju janë ndalur komunave, kryesisht komunave shqiptare, pasi që shqiptarët ishin më të ndihshëm në gjithë këtë proces të shkeljes së diskriminimit rezident jo rezident. Konsiderojmë që përgjegjësinë duhet ta ketë qeveria dhe ky proces i regjistrimit jo rastësisht e themi që është proces politik, këtë e tha disa ditë më parë edhe vetë kryeministri, sikur e zbuloi ujin e nxehtë. Gjithë e dimë që regjistrimin e Maqedonisë e Veriut është kryekput proces politik dhe as pak proces statistikor. Për shkak se të drejtat etnike të shqiptarëve janë të lidhura ngushtë me kategorizimin e përqindjes në kushtetut. Dhe kjo është çështje politike. Nëse kryeministri, nëse qeveria, nëse faktorët politik në kuvend kanë intencë që të bëjnë një regjistrim kryekput statistikor për zhvillimin ekonomik, social në vend, le të urdhërojnë të bëjmë ndryshimet kushtetuese, ta largojmë grafën nënçmuese 20%, të jenë shqiptar pjesë e kushtetutës, me çka një herë dhe përgjithmonë do vim dhe ta drejtojmë realitetin që regjistrimi në vend të bëhet për interesat të zhvillimeve ekonomike, sociale dhe të ndryshme të migrimeve në kuadër të një 10 vjetorit, ashtu siç vepron e gjithë bota e moderuar.